إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi dhe na lartësoi, na bëri ummeti zgjedhur dhe na bëri pasues të pejgamberit të përzgjedhur. Dhe Allahu Azza wa Jall na veçoi dhe na nderoi. Ku Allahu Azza wa Jall na begatoi me një mrekulli të pavdekshme deri në ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall nderoi çdo pejgamber me nga një mrekulli. Mrekullia e veçantë e pejgamberit Allahut ishte libri i Allahut Azza wa Jall, Kur'ani Kerimi. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste pse disave u pengon Kur'ani Kerimi. E para çështje vëllezër të ndershëm që duhem ta dim, siç ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, nuk ka begati më madhore që Allahu Azza wa Jall e ka nderu ummetin e pejgamberit Allahut, se sa zbritjen e librit të përzgjedhur të Allahut Azza wa Jall. Pra të Allahu Azza wa Jall në shumë ajete përmend këtë mrekulli, derisa Allahu Azza wa Jall na mësoi neve të gjithëve si ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë begati dhe tha: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall, i cili zbriti libër, ku në këtë libër nuk ka kundërthënie dhe nuk ka kundërshtime një ajet me tjetrin ajet. Pra vëllezër të ndershëm, një ndër arsiet pse u rrejnë, pse u pengon libri Allahut Azza wa Jall, nga se ata u privuan nga kjo begati, u privuan nga kjo mirësi, ku Allahu Azza wa Jall neve na than Kur'ani Kerim: Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalik falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thot Ibn Abbasin komentin e këtij ajetit: Fadlullah, mirësit e Allahut Azza wa Jall është Kur'ani Kerimi. Ndërsa thot Mujahidi, nxënësi Ibn Abbasit, Fadlullah është libri Allahut Azza wa Jall, e rahmeti Allahut që Allahu na porositi për mirësit e Allahut dhe begatit e Allahut Azza wa Jall dhe rahmetin e tij të gëzomi. Rahmeti Allahut që na ka bën pasues të Kur'ani Kerimit. Se u pengon libri Allahut nga se ata u privuan nga kjo mirësi që thonë të pejgamberi Allahut, se çdo pejgamber u nderu me një mrekulli, dhe unë jam në atë formë siç populli i tyre e ki ka besu atyre pejgamberve. Pra mrekulli që i ka bind popullin e tyre. Mua më është dhëdhu libri Allahut Azza wa Jall, për këtë arsye shpresoj që do të kem pasues më shumë ditën e gjykimit. Thot Allahu Azza wa Jall, Kur'ani Kerim, thot tregon Allahu Azza wa Jall se Iltar të librit dhe jo besimtarët
janë ata të cilët s'kan dëshirë që një mirësi ne ta gëzojmë. Pra të thotë Allahu Azza wa Jall, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. As idhtar të librit e as idhujtar qerë nuk kanë dëshirë që një mirësi ju ta posedoni. Po Allahu Azza wa Jall pastaj ka tregu dhe ka thonë se Allahu Azza wa Jall yakhtassu, Allahu I veçon ato që don Allahu Azza wa Jall. Pra një vetën krenar që Allahu Azza wa Jall na ka veçuan me një begati ma madhështore që Allahu Azza wa Jall na I dhuroi neve. Pra ata të cilët janë në kundërshtim dhe kundërshtojnë dhe përbuzin dhe nënvlesojnë librin Allahut Azza wa Jall dhe pretendojnë se janë njerëz të pendë dhe shkencë dhe arsimit, sikur të jesh të vërtet të ndëshëm do të kundërshtonin ata, do të kundërshtonin librin Allahut Azza wa Jall me shkencë dhe me njohuri. Mirë po ata janë që e përbuzin dhe gjegi dhe e nënvlerësojnë për shkak se janë të sfidum nga ana Allahut Azza wa Jall. Ku Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim ka thonë, nëse ju jeni ndishim se ki libër nuk I ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga ana ime, atëherë na I sjellni një kaptin të ngjajshme me Kurani Kerimin. Na I sjellni diçka të ngjajshme me librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe për këtë çështje, për të realizuar këtë çështje, ndihmonu me njerëzit dhe xhinat që të sjellni diçka të ngjajshme me librin e Allahut. Mirë po Allahu Azza wa Jall I ka sfidu të gjithë deri në ditën e gjykimit dhe ju ka thonë, s'keni mundësi për të sjell asnjë pjesë të ajetit. Allahu Azza wa Jall thot, edhe nëse lipni ndihmë dhe në ndihmoni me xhinët dhe me njerëz, pra vëllezër të ndershëm, edhe ajo ma mrekullia, ma madhore, ku Allahu e çel librin e Allahut dhe thot, dhalikel kitabu la raiba fi. Kja është një libër I Allahut Azza wa Jall që nuk ka kundërthënie, nuk ka gabime, nuk ka lëshime në ta. Ja pra let mblidhen të gjithë shkencëtar të këtij botës, let ndihmohen me falltorë dhe magjistar që të gjejnë mangësi në librin e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, s'kan mundësi që të gjejnë ato. Parat një vit prej viteve në fushën e Arafatit, takova një person Amerikan I cili e kish pranu Islamin. Dhe kur e pyeta ata çka të boni që të pranojsh Islamin, tha unë jam autor I shumë shkrimeve, jam autor I shumë leximeve, dhe sa herë që në botim të ri që e ke botoj, e ribotoj librin tim, e korrigjoj, shtoj në ta dhe mangësoj. Mirë po kur ka morë ta shflitoj librin e Allahut, dhe s'kam hasën një autor që të shkruan një libër, rëna hyrjen para thënjën e ti të thot në këtë libër që unë e kam shkruajtën, jam autori këti librit, s'ka mangësi në ta. Përpos libri Allahut Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall I ka sfidu të gjithë shkencëtar dhe shkrimtar dhe ju ka thonë, dhalikel kitabu la raiba fi. Kja është një libër I Allahut Azza wa Jall që s'ka dishim në ta, s'ka mangësi në ta, s'ka të meta në ta, s'ka kundërthënie në ta, s'ka të padrejt në ta. Pra të padrejtëve drejtësia ju pengon. Pra të Allahu Azza wa Jall ka tregu në Kurani Kerim se hajneve mas shumë ti ju pengon drita. Allahu Azza wa Jall këtë libër të Allahut Azza wa Jall e ka quajtë dritë që I nxjerr besimtar nga errësirat e kufrit dhe I nxjerr në dritën e imanit, I nxjerr njerëzit nga errësirat e padrejtësisë në dritën e drejtësisë, I nxjerr njerëzit nga padrejtësitë e ignorancës në dritën e diturisë, I nxjerr njerëzit nga padrejtësitë e robarimit në drejtësinë, në dritën e lirisë.
para të leo të ndërshëm si kanë mundësi ato të pajtohen me librin Allahut, kurse Allahu Azza wa Jall i ka shpallë luftë të gjithë atyre që bojnë padrejtësi, qoftë edhe nëse padrejtësin e mbështjellin me ligje të lloj-llojshme. Pra leo të ndërshëm janë atyre që ju pengon libri Allahut, nga se Allahu Azza wa Jall nuk ka bon shenjë të ri të njerëzimi, shenjë të ri në gëzon vetëm Zoti i njerëzimit Allahu Azza wa Jall. Pra të Allahu ka thonë inil hukmu illa lillah, gjikimi, sundimi takon vetëm Allahut absolut, nga se Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili gjikon me drejtësi. Dhe Allahu Azza wa Jall gjithashton në këtë libër të Allahut, Allahu Azza wa Jall e ka luftu korupcionin, Allahu Azza wa Jall e ka luftuan padrejtësin, Allahu Azza wa Jall e ka luftu hajnin, hajnave të padrejtë. Leo të ndërshëm ju pengon libri Allahut, nga se ja shpalos dallaverët e tyre, qofshin edhe nëse ata i mbështjellin me mbështjellje të drejtësisë, mirë po Allahu Azza wa Jall i shpalos ato në shumë ajete, ku thot Allahu Azza wa Jall wala ta'kulu amwalan nasi bil batili, keni kujdes mos e hani pasurin e njerëzve me padrejtësi, dhe ju të anoni të qeveritar që ato që janë mbështjellin lonë të jua, që të kalojnë shumë për shtete dhe mos të shofin burgin me sin këtë dunja, edhe pse ekziston një trup që thuat antikorupcion, me gjithata më të korruptuarit më hajnët vëllezër të ndërshëm, ana shkalohen nga kjo drejtësi këtyreve shumë ju pengon libri Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall e ka publiku pa drejtësin, Allahu Azza wa Jall nuk e ka toleru për asken pa drejtësin, për atë Allahu Azza wa Jall jo vetëm që e ka, Allahu Azza wa Jall jo që e ka zbulu, po neve në ka ndalu rëpsisht që të anojmë në atakë në anën e zullumqarve, ku thot Allahu Azza wa Jall wala tërkenu ila alladhina zalemu fatamassakumun nar, mos anoni ka ana e njerëzve të korruptuar, njerëzve zullumqar kriminal, nga se ju prek zjarmi xhenemit. Nëse gjikatave të dunjas keni mundësi ju të ikni, nuk keni mundësi gjikatës absolute në ditën e kiametit që ju të ikni. Leo të ndërshëm pse u lëbegon libri Allahu, nga se libri Allahu të regon se epizoda nuk ka përfunduar, mirë po ende filmi vazhdon. Leo të ndërshëm epizoda e fundit që përfundon anë ditën e llogarisë, ditën e gjikimit, ditën e prezencës para Allahut Azza wa Jall, ku nuk ka korupcion atë ditë, kur nuk ka mundësi të ikas kush asaj që e ka bon. Para atë Allahu thot në Kurani Kerim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kush e ban një të mirë sa grimca sa atobi, ka me pa në ditën e gjikimit, ka mu shpërble për ta. Po kush e ban dhe një dvogël sa grimca atomit, s'ka mundësi me ik atyre. Pra Leo të ndërshëm ne para se ti përcjellmi kamerat bashkohore të për të montuarën e përcjellmi gjykimin Allahut Azza wa Jall. Pra Kurani Kerimi i pengon shumë njerëzve, nga se dëshirojnë asimilimin e popullatës sonë, ku Allahu e ka publiku para 14 sheku, e ka thonë waddu law tudhinu fayudhinun, kanë dëshirë që ne të bomi me lajka, që ata lajkat e tyre dhe prallat e tyre neve ndajshes. I pengon Kurani Kerimi se Kurani Kerimi vëllezër të ndërshëm a pengesa fortifikata muri që pengon padrejtësit, pa që eliminon dhe zhdukan padrejtësin e thirrjeve të tyre, ku thot Allahu Azza wa Jall bel naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghuh, ne kur të godismi padrejtësin me drejtësin, drejtësia atë që eliminon padrejtësin. E kuptuat kujt i pengon Kurani Kerimi? Njerëzve të ligë, njerëzve të shitur, njerëzve të cilët kanë agentët të huaj, njerëz që nuk ja dojnë të mirën këtij kombi,
njerë të cilët dëshirojnë që të ketë gjakderdhje mesin e vlezërve, njerëzit të cilët janë antikombëtar dhe tradhtar të vatanit të tyre, o pengon atyre nga se Kurani Kerimi ka qenë sfidë dhe pengesë e asimilimit me shekuj vëllezër të ndersh. Në shekullin e kaluar, ne jena dëshmitar se Islami ka qenë faktor kryesor për mbrojtjen e kombit dhe mos asimilimit. Ku janë shqiptarë vëllezër të ndershëm që kanë jetuar në pjesën e Greqisë, nuk e njohë asnjërin për tyre. Ku janë shqiptarë të cilët kanë qenë ortodoks në Maqedoni, ku janë asimilu vëllezër të ndershëm. Ku janë shqiptarë në Malinezi, janë asimiluar. Ku janë shqiptarë të cilët nuk i kanë taku Islamit nga se Kurani Kerimi ka sfiduan të gjithë kriminalët, njerëzit mizor të padrejtë që kanë tentu këtë popullat të asimilojnë. Kurani Kerimi ka qenë fortifikata më e fuqishme për këtë arsye një grup njerëz të cilët Allahu alem qëfar agentët të huaj kërin, kur e ponë se sfida më e madhe është e Kurani Kerimit, tentuan ata që ta nënvlerësojnë librin e shenjtë dhe të prekin derin e muslimanëve. Nuk patën gozim dhe nuk patën aftësi që ta sfidojnë Islamin dhe librin e shenjtë të muslimanëve. Mirë po morën një hap gjekjes e Kurani Kerimit, mirë po nuk është kjo vepër e parë, që ka ndonë si për faqen e tokës, mirë po si që thuat se, vëllezër të ndershëm, ati që i mungon argumenti dhe fakti është ai cili bajvan vepra të pamatura, që cënon derin e qerve kur njeri ofendon, kur nuk posedon argument. Para këtë arsye vëllezër të ndershëm, o pengon Kurani Kerimi nga se agendat e tyre s'kan mundësi dhe s'kan fush dhe s'kan zbrastir, s'kan momente dhe qaste që të realizojnë në fushat tona, s'kan mundësi që qarqet e erta të depërtojnë let në mesin e popullatës shqiptare muslimane. Për këtë arsye tentojnë ato që qatësenojnë librin e shenjtë të tyre. Ndërsa ne vëllezër të ndershëm, siç e dim se kemi bashkëjetu me shekuj dhe nuk kemi pas problem me ata të cilët janë fetar, ne problemin e kena me këto hajduta dhe hajnat bashkohor të cilët tentojnë nëpërmes festa që të vjedhin popullatën, nëpërmes festë që të përfitojnë diçka prej kësaj dunjas, dhe nuk u intereson fare se cilët janë pasojat e tmerrshme si për kombin, si për fen, si për popullatën, si për njerëzit të cilët kanë jetu vëllezër të ndershëm me fqinjet të dashur mes njëri tjetrit dhe nuk kanë pas konflikte të tilla, megjithatë vëllezër të ndershëm, për interese të cekta janë gjendje të veprojnë që mos u pengon atyre nga se Allahu Azza wa Jall na ka tregun Kurani Kerim se nga dhënimi i takon njerëzve të drejtë dhe din ata se çfarë lloj dhe cilit sav dhe cilit tabur i takojnë. Për këtë arsye nuk ka mishte dhe nuk ka vëllezër të ndershëm për gëzim për ta, për armërin, dhe tentojnë që ta cenojnë derin e muslimanëve dhe t'i provokojnë muslimanët me librin më të shenjtë, më të lartë, më të çmuar që Allahu Azza wa Jall e ka zrit si për faqen e tokës, që të prekin derin e muslimanëve. Për këtë arsye muslimanët janë vigjilent, janë larg pamës, nuk bin provokimin e tyre për shkak se besoni se kjo epizoda e fundit e tyre që mbaron këtu, nga se kështu dorëzohen armiqt e Allahut Azza wa Jall. Në këtë formë janë ata dashakeqët të cilët tentojnë që ta përçojnë një ummet, ndërsa Kurani Kerimi që i lidh dhe i bashkon muslimanët, gjithashtu i bashkon dhe me fqinjtë e tyre dhe i mëson se si të bashkëjetojnë, i mëson ato se si të jenë të drejtë, i mëson ato se mos të radhitën në radhën e njerëzve të padrejtë që tentojnë ata të përfitojnë diçka të përkohshme. Pra vëllezër të ndershëm, Kurani Kerimi sfida më e madhe jo besimtarëve.
ku Allahu Azza wa Jall shpalos gjoksat e tyre para se ti shpalose gjumat e tyre. A nuk tha Allahu Azza wa Jall yuridune e yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, të dojnë ato të shuajnë dritën Allahut me gjumat e tyre. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, kad bedet il baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ata që ndëgjoni ju, është ajo që i rishpaloset s'kan mundësi ato më leftin e tyre ta frenojnë në mrendësinë e tyre. Do e mos duhet me arë një ditë që ato me shpalosën më leftin që e përartin në gjoksat e tyre. Mirë pa Allahu na informon edhe qka bartin në gjoksat e tyre, thot atë që e bartin në gjoksat e tyre është edhe ma e të mërshme, urej të vledhët të ndërshëm. Për këtë arsye s'kan torb dhe marre që të dali me deklarata në emër të shkencës, në emër të përparimit që të shfarosën të gjithë shqiptarët musliman, duke e ditë se përqindja e shqiptarëve musliman është më e madhja këtu, pra janë anti-shqiptar para se të jenë anti-musliman, këta njerëz të cilët i nxisin këta konflikte. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na i ka shpalos shumë çështje në Kurani Kerim, pse u pengon atyre Kurani Kerim i vëllezër të ndershëm, e din se krenaria muslimanëve është në librin e Allahut dhe s'kan mundësi ato të frenojnë vetën e tyre. E din se Islami është që ngadhnjen për shkak se e bën një libër të shenjtë. Kurani Kerimi është vëllezër të ndershëm referenca e krenarisë muslimanëve, që thot Ibn Qayyim dhe thonte Omer Ibn Khattabi, Allahu Azza wa Jall na ka krenu, Allahu Azza wa Jall na ka ngrit, Allahu Azza wa Jall na ka bën krenar me Kur'an. Sa do që të kërkojmë krenarin der dhe lartësim të dikush tjetër post të Allahu dhe libri Allahut, Allahu do të na përbuzë dhe do të na nënçmon. Për këtë arsye thonë të Hasan al-Basriu, kjo është libri Allahut që Allahu Azza wa Jall me këtë libër e ngrit një popull, dhe me këtë libër Allahu përbuz një popull. Lutim Allahun Azza wa Jall të jemi nga ato të cilët e lexojmë dhe praktikojmë dhe veprojmë me Kur'ani Kerimin që Allahu Azza wa Jall të na lartëson siç ka premtu. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që dësha keqve Allahu Azza wa Jall që ndërpreja rrugat dhe organet kompetente për shkak neglizhencës së tyre që a dash para disa viteve të marrin masa, vëllezër të ndershëm, për këtë rezultati sot ku jemi kati ku jemi. Nëse nuk reagojnë dhe organet sot, vëllezër të ndershëm, dini se armëria do të jetë edhe më tronditse për sigurinë e tyre. Për këtë arsye ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na vedison dhe këto reflektime të reagojnë të ne pozitivisht, që neve nuk na bojnë dëm fare, përkundërzi, neve na motivojnë që ne ta lexojmë më shumë librin e Allahut, ta mësojmë më shumë librin e Allahut, ti shërbejmë librit të Allahut më shumë, t'ja mësojmë më shumë fëmijëve tanë, ta praktikojmë librin e Allahut. Në këtë formë ne jem na që i sfidojmë çdo kënd të cilin tenton që ta cenon, që ta nënçmon, që ta nënvlerëson librin e Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban pasues të librit të tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, si që kanë pohuan dhe jo besimtar, për derisa Kurani Kerimi është në gjoksat dhe në praktikën e muslimanëve, s'ka mundësi që armiqtë e Islamit të zhdukin Islamin. Pra ne nëse dojmë vëllezër të ndershëm krenari, nëse dëshirojmë që të sfidojmë çdo sulm që i bëhet muslimanëve, dojmë që e bojmë ismetin më shumë librit Allahut, në veçanti në muajin e Kur'anit. Na jena në muajin Shaban, vëllezër të ndershëm, që di vepra më madhore lipen në këtë muaj, një që të veprojmë me to. E para çështje, muaji Shaban është muaji Kur'anit. Pejgamberi Allahut më shumë që lexonte Kur'ani Kerim në muajin Shaban,
apo si transmetohet nga të partë tonë që muajin e Shaban e konsideronin muajin të Kur'anit, nga se Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot: "Afaman kana maytan fa ahyayna أفمن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس." Thot Allahu Azza wa Jall, a nuk mund të jeti barabarta i cili ka qenë i vdekur, mirë po ne kemi gjallëru. Me çka ka gjallu Allahu Azza wa Jall këtë njeri? E ka gjallëru me Kur'an. Pra le ti gjallërojmë shpirtat tonë dhe zemrat tona në këtë muaj Shaban, që i paraprin muaj të Ramazan me lexim të Kur'anit nënit dhe me agjerim. Nuk është pa pejgamberi Allahu se ka agjeru dhe një muaj ma shumë se muajin Shaban, dhe nuk ka se vape më të mëdhaja se me agjeru në muajin Shaban, dhe i sa transmetohet me një transmetim nga të partë tonë që thëshin agjerimi një ditës e muajin Shaban ka vlerë të Allahu sa dit. E në veçanti vlerë të ndërshëm në këtë muajin Shaban ngritën veprat vjetore tek Allahu Azza wa Jall. Pra shansën e fundit ne që të jemi prej atinve të cilët të përgatitur me pritë Ramazanin e kena muajin Shaban. Ka se thot pejgamberi Allahut, ku t'jetë mesi muajit Shaban, ngritën veprat vjetore tek Allahu Azza wa Jall. Pra i rishiqon Allahu Azza wa Jall veprat vjetore, nga se te Allahu Azza wa Jall ngritën veprat ditore dhe veprat javore dhe veprat vjetore. Veprat ditore ngritën në kohën e namazit të sabahut dhe në kohën e namazit të ikindis, siç ka ndalë hadithet pejgamberit Allahut. Veprat javore ngritën tek Allahu Azza wa Jall ditën e hanë dhe ditën e ejte. Për këtë arsye pejgamberi Allahut e preferonte të jetë agjerueshëm, të jetë në ibadet, nga se thonte veprat e mia tash prezentohen para Allahut Azza wa Jall, dhe kam dëshirë që ku të prezentohen veprat e mia Allahu Azza wa Jall me mëshirën e vetë mi pranon para të agjeronte, ndërsa në muajin Shaban gjithashtu prezentohen veprat siç ka ardhur me një transmetim në mesin e muajit Shaban. Allahu Azza wa Jall sërish i rishikon veprat që janë ngritën ditore dhe javore, dhe Allahu Azza wa Jall i rishikon vjet çka ke boti gjatë vitit, i rishikon dhe Allahu Azza wa Jall e zbret rahmetin e tij dhe i mëshiron dhe i fal të gjithë. Përveç se dilloj njerëz, Allahu Azza wa Jall as në këtë muaj nuk i fal. Allahu na ruaj, nga se kja stacioni i fundit vëllezër të ndeshëm vjetor. Për këtë arsye mos e prit Ramazanin që të pastrohesh mirë, po ja pra rastin e kerën këtë muaj që të im në Ramazan të pastër, që Allahu Azza wa Jall na i lehtësoj ibadetin, na mundsoj të përjetojmë Ramazanin siç don Allahu, na i lehtësoj veprat dhe ibadetet dhe na i dashurojë, thot pejgamberi Allahut, të gjithë njerëzit, të gjithë besimtarët. Allahu Azza wa Jall i fal përveç se njëri që Allahu i ka bërë ortak. Dhe ne mendojmë kur thojmë ortak do të thotë se vetëm me qenë mushrik i madh, ndërsa mu betu ndikan tjetër pos Allahut Azza wa Jall është Allahut mi bë ortak. Me bo be dhe mu betu pasha fëmijë, pasha këtë dritë, pasha atë, pasha këtë, kjo është shirk në Allahun Azza wa Jall. Edhe pse është shirk i vogël mirë, po siç thot Abdullah Mesudi se Allahu nuk e fal as shirkun e vogël, as shirkin e madh, vetëm me tobë. Pra thonte Abdullah ibn Mesudi se unë të betohen Allahun Azza wa Jall gënjeshtër, është më e dashur se të betohen atë diçka drejt. Pra më e dashur për Abdullah Mesudit ishte me thonë valla billa tallah gënjeshtër, edhe pse nuk ishte realitet për atë që cilën betonte, se sa të betohet pasha fëmijë, pasha dritën, pasha ketë diçka drejt. A dini përse? Nga se thonë të Abdullah Mesudi se mu betu në Allahun në rajshë ma gjuna i madh, ndërsa mu betu në fëmijë drejt a shirk në Allahun Azza wa Jall, ortaklëk Allahut Azza wa Jall mi bo. Për këtë arsye në lusmi Allahun Azza wa Jall, si që mësoj pejgamberi Allahut Ebu Bekr Sidikon, që tha pejgamberi Allahut kam frikën on për umetin tim për shirkun e mshet, kam frikën on për shirkun e fshet, kam frikë se të njeriu depërton shirkun në zemrën e tij, sikur që depërton, që thonë të pejgamberi Allahut, fërkemat e komëve të bubrecit.
Bubreci s'ka pat koj ku të hecë e vëllezër të ndershëm. Ka mundësi të notën që ndronë trupin tënë, ti nuk e jeton ata. Pra shirku i vogël është i tillë që depërton zemër, si depërton. Kur të bajsh namaz, ka kje qef njerëz me të pa. Kur të hipni sadaka, kje qef në levha emnin tanë me të shkru. Kjo është shirku vëllezër të ndershëm, nga se ti nuk je duke bo për Zotin tanë. Ibadetet i takojnë të gjithë vetëm Zotit tanë. Kur ta hip sadakan, fsheje sa të ke mundësi, jepe vetëm për Allahun tanë. Kur ta bajsh ibadetin tanë, fsheje sa ke mundësi. Për atë ibadeti na file është ma i preferua në shtëpi. A dini përse? Për çkak se a ma i mshef se a i në xhami, ndërsa në xhami ma i vlerëshëm a vetëm farsi. Nga shë simbol pe i simboleve të islamit, shtile e islamit. Pra vëllezër të ndershëm, Ebu Bekër Siddiku e friksu për vetën e vetë, se mu s'karon shirkë, thëja Rasulullah, qëfar të baj unë në këtë gjendje? Tha banë një doan mëngjes edhe mbrëmje 4 herë, nëse e banë këtë doa, Allahu Azza wa Jall të falë shirkun edhe të voglin edhe të madhin. Cilën doa jam mësoj pejgamberi Allahu, tha lutë që Allahu të mëngjes dhe mbrëmje, o Zot, ma falë shirkun që cilën e kam bo me dije dhe pa dije. Ma falë shirkun e madh dhe shirkin e vogël, shirkun e dukshëm dhe atë fshehtin. Thuja Allahut Azza wa Jall në këtë formë veçantin, këtë Ramazan, në këtë muajnë Shaban, dhe dita pe atinve që thot pejgamberi Allahut se Allahu nuk e falë, dhe atë që është i dhru me vëllëvin e vetë, deri të pajtohet me ta, deri s'da të flase me ta. Këto janë dy njerë që Allahu Azza wa Jall edhe në muajnë Shaban nuk e mëshiron, deri sa ti përshvitsojnë raportet e tëre me njëri tjetër. Pra vëllezër të ndershëm, ki muaj i Kur'anit dhe muaj i agjerimit, dhe thot Ibn Abasi, unë ju garantoj juve ai që lexon Kur'an dhe vepron me Kur'an i ka di mishde, vëllezër të ndershëm, cilët janë mishde që i tha Ibn Abasi, që Allahu Azza wa Jall e potencojnë Kur'ani Kerim, tha nuk ka mundësi ki njeri me devijun këtë dunjo. Garant pe Allahu nuk devijon nëse lexon dhe vepron me Kur'an. Këtë dunjo nuk devijon kur. Dhe garant se e ditë dhe asë njëherë nuk dëshpërohesh në ditën e kiametit, nuk ka dëshpërim për ti. Pastaj Ibn Abbas e lexoi fjalën e Allahut që thot Allahu Azza wa Jall fa imma ya'tiyannaka minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nëse i dije dhe vjen një udhëzim pe anës Allahut Azza wa Jall, dhe ai që e pason këtë udhëzim, pra ai që e pason Kur'anin, asnjëherë nuk lajthit, nuk devijon. Hedien më të madhe që gjallit tanë ti kije merak në këtë kohën të kritike që po jetojmë, dhe kije i merakosër se çka të baj me vladin tem, si ta edukoj unë gjallin tem, jepja Kur'ani Kerimin e dije. Mësoja Kur'ani Kerimin, qoja në xhami të mësoja Kur'ani Kerimin, banë hafiz të Kur'anit se Allahu Azza wa Jall ka garantu fala yadhillu. Këtë dunja s'ka mundësi që të devijon wala yashqa, dhe s'ka mundësi asnjëherë të jetë i dëshpëruar, i mjeruar, vëllezër të ndershëm. Ndërsa Allahu Azza wa Jall na takon për ata të cilët nuk i jetojnë me Kur'an, për ata të cilët nuk veprojnë me Kur'an, thot Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ai cili ja kthen shpinën, nuk vepron me Kur'ani Kerim, nuk lexon Kur'ani Kerim, është armiq i librit të Allahut, e braktis librin e Allahut, jetën e ka me brenga me telash. A ke dëshirë detergjent i brengave të cilët i barë gjoksin tanë ti mishlien këto, lexo Kur'an, vepro me Kur'an, se thot Allahu Azza wa Jall, me leximin e Kur'ani Kerimit, që të qetësohet zemra, që të pastrohet zemra dhe shpirti, e ata të cilët ti lakmon në to, kanë pozita dhe kanë pasuri, dije se ato jetën e kanë me brenga. Ato nuk mbrëmbullojnë dhe nuk vrapojnë mas pasurisë ka të shumë, vetëm se kanë dëshirë që ta shijojnë lumëturin. Ndërsa ndosa ti xhepat e tu i ke thot, je më i lumëtur se ato. Kua sekreti për çkak se ti jeton me shpalljen e Zotit tanë, ndërsa ai runa Zot jeton me dinar dhe me dirhemat,
jeton me bukurit e kësaj dunjaje. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, që thonë të Hasan al-Basriu, Allahu na ka porosit që ne të gëzomi, ne të manifestojmë, ne të kërenomi me atë që Allahu na ka zbrit dhe na ka dashuruan, Kur'ani Kerimin, dhe mos t'i gëzomi bukurisë së kësaj jete, nga se Kur'ani Kerimi është i përhershëm, dhe thot pejgamberi Allahut, lexoni Kur'ani Kerimin, se Kur'ani Kerimi është ndërmjetësues për jush. Wa hamilul musaddaq, dhe është avokati i licencuar, avokati që të mbron ditën e Kiametit, që të mbron në varr, që të ndriçon varrin, që të ndriçon ditën e Kiametit. Kush është avokati yt? Kush do të polemizon për ti? Kush do të mbrojë ti? A pejgamberi Allahut? Këta ditë që transmeton Abdullah ibn Mesudi thot, ai që polemizon me ti, ai që polemizon për ti, ai që të shoqëron ti, ai që të ndriçon varrin ti, ai që ditën e Kiametit të ndriçon urën e Sirat, ai që polemizon me Zotin tanë ditën e Kiametit, favorin tanë është Kur'ani Kerimi. Men ja'alahu amamahu saqahu ila al-jannah. Kur'ani Kerimin kush e ban udhërëfijës të ti, hec pas Kur'ani Kerimit. Kur'ani Kerimi nuk knoqet me këtë njeri derisa ta çon xhenet. Hec pas Kur'ani Kerimit. Kur'ani Kerimi të orienton xhenet. Kjo vëllezër të ndershëm, kjo është ajo bosulla e Kur'ani Kerimi që çon xhenet. Kurse thot pejgamberi Allahut, wa man ja'ala wara, kush e le pas shpinës Kur'ani Kerimin, Kur'ani Kerimi është argument kundra ti dhe do ta çojë në xhenem. Allahu azza wa jalla na rujt. Pra ti mos u brengos shumë me proç ka thonë Allahu jot, se Kur'ani Kerimi ka me çun xhenet. Allahu na bëj banor të xhenetit. Allahu azza wa jalla na mberoft nga zjarmi i xhenemit. Allahu na i dashuroft librin e tij. Allahu azza wa jalla na i bëft Kur'ani Kerimin pranver të zemrave tona. Allahu azza wa jalla Kur'ani Kerimin e bëf sebeb që ta na ndriçon shpirtët tanë dhe argument për ne dhe jo argument kundra nesh. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.